Pas ngjarjes së ndodhur në shkollën Koto Hoxhi, ku 13 regjistra u zhdukën nga shkolla nëntëvjeçare në qytetin e Gjirokastrës, evidentohet një ndër problematikat më të mëdha në shkolla, pikërisht mungesa e sigurisë. Nxënësit hasin një sër probleme të ndryshme që prekin aspekte të sigurisë, por edhe të kualitetit të mësimit dhe çështje të tjera si mungesa e bashkëpunimit nxënës prindër shkollë, edhe pse në kurrikulat bazë ky bashkëpunim është elementi kyç. Në fakt, jo vetëm në Gjirokastër, por në të gjithë vendin nuk mungojnë rastet kur në ambientet e shkollës nxënësit janë zënë me thika për motive banale, apo dhe më keq ku nëpër shkolla kanë hyrë persona të huaj e për të mos numëruar me 10 raste të tjera. Ky është një problem që duhet thënë me zë të lartë si mënyra e vetme për të rritur sigurinë në shkolla, por mbi të gjitha për të tërhequr vëmendjen e autoriteteve përkatëse. Gentian Mullaj, zëdhënës i policisë në qarkun Gjirokastër, thot se rritja e bashkëpunimit me drejtorinë arsimore rajonale Gjirokastër e qeveritë e nxënësve është domosdoshmëri për të përcjellë mesazhe sensibilizuese në publik për parandalimin e këtyre fenomeneve gjithnjë më të pranishme në shkollat e qytetit. Në lidhje me vjedhjen e regjistrave në shkollën Koto Hoxhi ditën e djeshme, Drejtoria e Policisë qarku Gjirokastër, Komisariati i Policisë ka marrë një sër masash. Ne kemi kryer gjitha veprimet, grupi hetimor në ngjarje ka siguruar prova ligjore, një pjesë regjistra, 3-4 regjistra janë gjetur të hedhura brapa shkollës, po punohet nga ana jonë për zbarjen e ngjarjes dhe për gjetjen e regjistrave të pjesës tjetër që mungon. Janë shoqëruar në Komisariatin e Policisë ditën e djeshme disa nxënës të cilët dyshohet se kanë lidhje me ngjarjen, pra nxënës që janë mbetës apo janë problematik në shkollë dhe po vjen puna në bashkëpunim edhe me prokurorin për të zbardhur këtë ngjarje. Kemi pasur gjatë këtij viti kemi pasur 2 raste, pra një rast ka qenë vjedhja e regjistrave në universitet dhe rasti i dytë ishte rasti i djeshëm i shkollës Koto Hoxhi. Në lidhje me parandalimin e këtyre ngjarjeve, Drejtoria e Policisë qarku Gjirokastër po bashkëpunon me drejtorinë arsimore duke gjetur një mënyrë për të funksionuar sa më mirë ruajtja e ambienteve shkollore, ruajtja e këtyre zyrave që mbajnë dokumente që janë cilësohen sekrete dhe janë që shërbejnë për mbarvajtjen e procesit mësimor dhe do të koordinojnë punën me forma dhe metoda speciale me qëllim që të parandalojnë në maksimum këto ngjarje. Për sa i përket funksionimit të marrëdhënieve polici shkollë, pra polici, drejtoria arsimore, polici nxënës, mund të them se këto marrëdhënie janë në shkallën sipërore, janë marrëdhënie shumë të shkëlqyera. Drejtoria rajonale arsimore, pra edhe nxënësit e shkollës janë partner tan kryesor. Pasi ne çdo aktivitet, çdo mesazh që duam përcjellë në publik jemi munduar ta përcjellim nëpërmjet zërit të nxënësve, sepse impakti i tyre në komunitet është shumë herë më i madh nga çfarëdo lloj tjetër metode për ta përcjellë këtë mesazh. Dhe uroj dhe shpresoj që edhe në ditën në vijim dhe në muajin vijim ky bashkëpunim të forcohet dhe më tej, duke bërë që së bashku qoftë policia, qoftë drejtoria arsimore dhe qoftë qeveritë e nxënësve të parandalojnë fenomene negative në shkollë, duhanin, drogën, alkoolin, parandalojmë ndonjë ngjarje kriminale ndonjë zëng që mund të kalojë dhe një ngjarje më të rëndë akoma, por dhe të parandalojmë këto vjedhje pra që mos dhunohen institucionet shkollore. Krijimi dhe funksionimi i trekëndshit shkollë polici qeveri e nxënësve paraqitet si domosdoshmëri, e cila do të çojë në uljen e fenomeneve negative për përmirësimin, rritjen dhe zgjidhjen e problemit të sigurisë në shkolla, për një sistem sa më efikas në arsim.